Ka thënë Allah në Kur'an: La yuakhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yuakhidhukum bima aqadtumul ayman, fakaffaratuhu it'amu 'asharata masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin, dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum, wahfadhu aymanakum. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Thënë Allah në Kur'an: Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet e juaja të paqëllimshme, po ju merr në përgjegjësi për atë çfarë keni pasur për qëllim në betime. Shpagimi i tij është ushqyerja e 10 të varfërve për ushqimit mesatar, çfarë ju ushqini familjen tuaj, apo veshmbathja e tyre, apo lirimi i një sklavi. Dhe kush nuk gjen mundësi, atëherë agjërimi 3 ditëve. Ky është shpagimi i betimeve të juaja kur betoni, ruajini betimet e juaja, kështu ju asharon Allahu juve argumentet e tij që ju të falënderoni të jeni mirënjohës. Suratul Maide, ajeti 89. Pra Allah subhanahu wa taala na përmend dhe i drejtohet besimtarëve se ai nuk ju merr në përgjegjësi dhe as nuk ju merr në llogari për betimet e juaja, si për shembull kur dikush i thot tjetrit: jo pasha Allahun, do paguaj unë këtë. Nësa shoku i tij thot: jo pasha Allahun, do paguaj unë. Dhe në përfundim e paguam vetëm njëri. Në këtë rast Allahu nuk e merr në përgjegjësi atë person që u betua për ta paguar atë që e pagoi shoku i tij, që edhe ai ishte betuar sikurse ai. Kjo sepse ai e kishte qëllimin për ta paguar atë, gjë, por se nuk u dha mundësia. E nëse do t'i jepej mundësia, ai do e paguante atë. Pra, Allah nuk ju merr në përgjegjësi dhe nuk ju llogarit, por se ai ju merr në përgjegjësi dhe ju llogarit për ato betime që ju bëni me qëllim, me zemër dhe me vetdije të plot. Dhe ai person i cili betohet dhe thyn betimin e tij, pra ai që është betuar me vetdije dhe nuk është përmbajtur betimit, si për shembull i thotë tjetrit: pasha Allahun, do ta jap këtë gjë dhe nuk ja jep, apo thot: pasha Allahun, do ta kryej këtë porosi dhe nuk e kryen, atje marrall nga betimet. Pra nëse thyen betimin e tij, atëherë ai duhet të bëjë shpagim me njërin për këtyre 3 gjërave që është përmendur në Kur'an. E para, me ushqyerjen e 10 të varfërve, ose me veshjen e tyre, ose me lirimin e sklavi. Pra më e mirë është të veprosh sipas radhës, por se mund edhe të veprosh një nga këto të treja, jo sipas radhës. Nëse nuk është mundësia me një nga këto të treja, atëherë agjërohet 3 ditë si shpagim i këtij betimi të thyer. Pra shpagimi i parë është ushqyerja e 10 të varfëve për ushqimit mesatar, çfarë ju ushqini familjen tuaj. Pra gatuan ushqim për 10 persona të varfër në një vakt ku ulen të gjithë. E rëndësishme është të hajnë ushqim 10 të varfër, një ushqim mesatar, sikurse ushqimi për familjen tënde. Ose mund të ushqesh një person 10 herë, pra 10 vakte bukë, ose mund të japësh ushqim bazë që përdor populli, si për shembull oriz, miell, apo hurma arabe e të tjera nga ushqimet bazë, dhe masa është sa gjysmë tasi që është përdorur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që quhet sa. Pra është gjysma e këtij tasit sa. Apo 2 grushta, pra të 2 pllëmët me pllëmë të bashkuar, 2 grushta ushqim pra nga ky që përmendëm. Pra për çdo person gjysmë tasi oriz apo miell, ose jep një personit të vetëm të gjitha masat duke e llogaritur këto 10 gjysma tasi apo 5 tasa të plot. E rëndësishme është që të nxjihet ky ushqim dhe të jepet të varfërve. E dyta është veshmbathja. Pra, duke i veshur 10 persona me veshje të mjaftueshme, pra një veshje që i plotson nevojat e personit, dhe kanë përmendur dietarët si për shembull të sigurojë atyre një veshje që u mjafton për të falur namazin, pra për të mbuluar nga mesi e poshtë dhe nga mesi e lartë. E treta është lirimi i një sklavi. Pavarësisht se në kohën tonë nuk ka skllavëri, edhe nëse mund të ketë në disa vende të rralla, pra po edhe nëse kanë në ndonjë vend të rrallë, kush jeton atë vend mund ta zbatojë ta jetë kuranor, pra duke liruar një sklav. Dhe ai që nuk ka mundësi që të zbatojë këto të treja që përmendëm pra, që janë në Kur'an, atëherë le të agjërojë 3 ditë si shpagim i këtij betimi të thyer. Dhe ky është shpagimi që Allahu na mëson neve pra që të zbatojmë nëse betohemi dhe i thyem betimet tona. Prandaj
musliman, ruajini betimet e juaja, pra mos u betoni dhe pastaj të thyeni betimet e juaja, apo mos u betoni rreshëm në emrin e Allahut, apo mos e teproni duke betuar shumë, pra betimi të jetë vetëm aty kur duhet. Kështu i shëron Allahu argumentet e tij, pra i shëron njerëzve në mënyrë që ata të falenderojnë dhe të jenë mirënjohës për çfarë Allahu i ka mësuar atyre atë që nuk e kanë ditur dhe për çfarë ai i ka udhëzuar ata në rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin.